E shpallur nga shkencëtarët si femra më e bukur në botë, aktoria tregon arsyen se pse refuzon të humbas në peshë. Aktoria angleze Kelly Brook, e shpallur nga shkencëtarët e Teksasit si femra më e bukur në botë, duket se ndihet rehat me peshën e saj. Brook rrëfeu së fundmi se një mjek i sugjeroi të merrte një ilaç dobësimi përpara pjesëmarrjes së saj në I'm a Celebrity, Get My Out of Here, në xhunglën australiane, por ajo refuzoi. Më ofruan Maunjaro, fjalë për fjalë, javën e kaluar nga një mjek. A nuk është çmenduri? Rrëfeu ajo për Elizabeth Day në podcastin How to Fail. Më pëlqen trajtimet e fytyrës dhe masazhet. Bëj pak botox midis vetullave sepse i rull shumë vetullat. Pra, bëj trajtime, por nuk bëhet fjalë për trupin tim. Aty jam vërtet e rezervuar. E dua trupin tim kështu siç është. Vazhdoj të ha makarona e të pi verë. Mora pjesë në një maraton këtë vit dhe jam 45 vjeçe. Trupi im më ka ndihmuar të kaloj kaq shumë gjëra. I dua format e mia. Burri im i do format e mia. Thjesht, mendoj se është për të ardhur keq që gratë ndjejnë nevojën të ndryshojnë atë që janë.